këta kanë depozituar pranë komisionit. Çfarë ndodhi me të tjerët, se ishin edhe Nuk kanë depozituar. Nuk kanë depozituar as edhe një, nuk kanë depozituar. Ka pas 2-3 emra të tjerë të cilët u përfolën sikur mund të shkonin, nuk ka këtë depozituar kërkesat e tyre dhe do ngelet midis këtyre të katërve. Normalisht do votohet për këta të katër. Nuk ka një afat të përcaktuar nga komisioni se filan ditë do shkohet do votohet, sigurisht. Brenda vitit. Jo, brenda këtij viti. Brenda dhjetorit, javës parë. Brenda 16 dhjetorit të këtij viti. Do duhet të dilet 16-18, kur i mbaron mandati? 16 i mbaron, brenda 16 dhjetorit presupozohet që do kemi një le të themi një prokuror të ri, mund të ndodhin edhe thagma të tilla, domethënë që aty mund të ketë, duke qenë se janë 4, mund të ketë edhe barazi votash, pra rivotim. Më kupton? Sepse janë 4 prokurorë, mund të dalin domethënë që të marrin 3 vota njëri, 3 vota tjetri, 3 vota tjetri, 2 tjetri. E qartë. Pra mund të ketë barazi. Balotazh. Bie ka një lloj balotazhi, po e quajmë kështu balotazh, ose mundohet domethënë që në seancën e parë të votimit mund të kemi një prokuror të ri. Nuk di të them se shumë kush domethënë nga ata që na shoh thonë, "Mi kush do jetë?" Parashikimi, e bëjnë si punë llotarie. Unë nuk di të them se kush është kush po bën lobimin. Herës tjetër për shembull u parajmëru se çfarë do prodhonte Dumani në momentin që ai Kondili dhe Dumani ishin. Dhe ishte dhe Dumani u pasi i parapëlqyeri apo i preferuari ambasadës amerikane. Loja në media pas kuintave, ajo që bëri domethënë që i vendosi personazhet në një të dukshëm për publikun. Ishte në media loja apo thua? Amerika që kishte në rasti konkret donte se ka nevojë që shkoj publikisht edhe ta bëj veprim që ose donte që zgjidhë një. Po pse shkoi Jurikim aty? Po është lojë më. Po dakor, tani ka gjë atje. Aq lojë nuk ishte se për një vot u nda. Po aq ishin. Sot un kam parë në media një lajm tjetër, nuk e di se sa i vërmushëm është, nuk e di, po e them edhe është ta marrim me rezervë që zoti Klodian Brau ka marrë pjesë, ka votuar, ose i ka dhënë të drejtën, djalit të një antarit të KLP-s. Po, Flamur Vezaj e pash në Facebook, gazetari. Djalit të një antarit të KLP-s, i cili ka shkuar te BKH-ja. Kjo për mua mund të jetë një konflikt i pasur interesi, se edhe sikur të mos jetë, pra të ketë, po flasim për ata që janë votues, të kenë integritet të jashtëzakonshëm, nga ana tjetër ti bësh jo edhe aq besueshëm, sepse normalisht vota e tij Zeqir Hodës teorikisht për Xholin, për Musabelliun dhe për Gogajn mund të shkojë vetëm për zotin Klodian Brau. Pra, që këtu mund të ketë domethënë iniciale, domethënë e korrupton në vendimin, sepse ky zoti Klodian Brau mund ta kishte hequr këtë siklet vetes vet, duke mos marrë pjesë fare në atë votimin për këtë kandidatin që do shkonte në BK. Ashtu si kundërdot për shembull në rasti konkret me gjykatë kushtetuese e cila Olta Zaçe do gjykoj vendimin për zonjën Naureda Llagami, ndërkohë që Olta Zaçe do jetë ajo pikërisht të cila do zëvendësohet aty. Ti ke në konflikt pas interesi, vetëm ti nuk duhet të jesh aty. Pra këta ose nuk duan në mënyrë absolute që të kuptojnë se çfarë do të thotë konflikti interesi, ose duan me patjetër të bëhen pal aty rreth. Këto janë pravaskena që e dëmtojnë pak a shumë si legjitimitet, apo jo, Marsin, po gjithsesi, si e vlerëson deri tani, si proces? Unë si proces deri tashim duket procesi i drejtë, edhe i paançëm, edhe kandidaturat për veten time unë i respektoj, në varësi të produktit që kanë sjellë me profesionalizmin dhe angazhimin e tyre në strukturat e sistemit drejtësisë. Unë do sjell në vend vetëm diçka. Sot në Shtetet e Bashkuara, dhe është vendimi edhe i presidentit Trump dhe departamentit të shtetit është lufta ndaj karteleve dhe organizatave kriminale, të cilët janë cilësuar edhe si organizata terroriste. Po, dhe ne dim që qëllimet gjeostrategjike dhe gjithashtu qëllimet në raport me sistemin e drejtësisë vijnë nga perandoria, imperiumi, ajo është përfaqësuese. Atëherë unë mendoj që sot situata e politikës së jashtme dhe gjithë strukturave, qoftë shërbimeve amerikane, po qoftë edhe përfaqësive diplomatike, do të jetë lufta ndaj krimit të organizuar dhe ndaj organizatave kriminale, sidomos ndaj karteleve. Atë nga këta prokuror, cili është prokurori i cili ka dëshmuar me aktivitetin është më specifik, cili është më specifik në këtë fushë?
Adnani mund të jetë, Adnan Zholi, zoti Zholi mund të jetë i preferuar në rastin konkret për shkak të kësaj. Jo, përveç se i preferuar është personi i cili në raport me qëllimsinë dhe objektivat që ka sot për shkak të qëndrimit presidentit amerikan, është e gjithë qëllimësia dhe strukturave të sigurisë amerikane. Është goditja e karteleve kriminale. Po ç'pun ka Zholi me kartelet kriminale në kuptimin pse është ndryshe nga të tjerët këtë në reduksionin e zakonshëm. Dhe gjatë aktivitetit si prokuror është një nga prokurorët i cili ka ndaluar një individi, i ka bllokuar 10 milionë euro pasuri që vinin nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Është personi i cili ka zhvilluar luftë ndaj karteleve kriminale që ka qenë prokurori në jurisdiksionit zakonshëm. Pra e ka dëshmuar me aktivitetin e vet dhe me vendimet që janë marrë, është personi i cili ka arritur jo vetëm të ndëshkimin dhe dënimin dhe kapjen e autorëve, por dhe bllokimin e parave që vinin nga trafiku ndërkombëtar i kokainës. Pra e ka dëshmuar me aktivitetin e profesionalizmin e vet. Para 3 vitësh ka qenë ideja e zyrtarëve të lartë korruptuar. Dumani ishte personi adapt, sepse edhe në karrierën e tij më pashme, po edhe me qëndrimet dhe vendimet që kishte marrë, krijonte besueshmëri për qëllimsinë e tyre. Por është ndarë me direktiva më objektiva gjëra. Pra Dumani ka qenë për korrupsionin politik, le të themi, Zholi ka qenë për për luftën ndaj grupeve dhe organizatave kriminale, në trafikun ndërkombëtar të drogës. Ndërkohë këta të tjerët avokat, për shembull, fjala vjen Klodian Brau, është marrë më tepër me korrupsionin, sepse këta në SPAK kanë qenë të ndarë në 2 sektorë, sektori i korrupsionit dhe sektori i krimit të organizuar. Dhe është marrë me pjesën e korrupsionit më së shumti. Edhe Brau, kurse Doloreza ka qenë te krimi. Ka qenë dhe është te krimi. Dhe nuk është ndonjë çudi e re që të kemi edhe një grua. Ta kam thënë një herë tjetër, po ta them prapë. Kjo që të kemi edhe një grua, pastaj një pamje më të bukur. Jo, nuk e kam për pamje, po kam një kështu ide time, një perceptim time, domethënë që unë dua ta vazhdoj idenë e Marsitit që është një nga proceset më serioze, se këtu ti e parë për shembull për të zgjedhur avokatën e popullit duan 20 vjet. Ka kaluar 20 hera fatet. Paktën këtu për fat mirë, procesi për shkak të këmbguljes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse madje ata e kanë dhënë lajmin përpara se ta jepte ku diun KLG-ja. Po KLP-ja që do të monitorojnë procesin. Pra ata e bën të ditur që ky proces do mbyllet para 16 dhjetorit. Të shumë e rëndësishme kjo, se këtu kemi zvarritit për shembull për të zgjedhur ajo kryetare e gjykatës kushtetuese, ajo ka muaj që i ka skaduar mandati. Dhe vazhdon e mbyll një vit. Pra i vetëm institucion serioz, dhe për këtë them procesi për këtë institucion serioz vazhdon të jetë shumë serioz, është ky i SPAK-ut. Dhe 4 kandidaturët, kolegët i thanë më mirë, e njohin më mirë. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo është rëndësishme që procesi të jetë. Ne do të monitorojmë, thonë amerikanët, thonë edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, por a do jenë prezent marsit amerikanët siç kanë qenë dhe se kjo është në rastin e fundit në precedentin para 3 vjetëve. Ata janë prezent dhe me heshtje. Thotë. Kështu që janë ja amerikanët do mbi kokat e SPAK-së. Kështu që kjo është garancia, por ajo që thot Marsit është vërtet që edhe unë Miles jemi në një mendje këtu që për mua SPAK-u këtë etudi do fokusohet më shumë tek në luftën kundër krimit. Kundër krimit dhe trafiqeve, sesa në luftën kundër krimit politik që në një farë mënyrë është ezauruar në Shqipëri, s'ka mbetur, pak veta ka mbetur. Dhe dështoj diçka Denis, bie vet fenomeni i korrupsionit edhe indikimit politik. Nëse goditet, po bllokojnë paratë. Kështu që përfiqet e dhe duhet për vërtetës ka patur rezultate, janë pavarësisht se një pjesë e politikës nuk i njeh, por rezultatet janë konsiderueshme në luftën ndaj në këtë sektor. Kështu që 3 zotrinj dhe zonja janë në një farë mënyre presin unë. Avokati e ka, me ka i koment po. Avokat po. Jo, komendi. Se me ty e ka gjithmonë. S'është punë komendi, problemi është ta thash edhe një herë proces serioz, i ka rënë kampanës alarmit zonja e ambasadës, ka thënë që ky proces duhet mbyllur para 16 dhjetorit. Imagjino të zvarritet edhe çështja e SPAK-ut. Vetëm institucion serioz që kemi. Prokuroria po zvarritet për shembull, avokati e ka parajmëruar që prokuroria do zgjidhet pas kryetarit. Këtë ka thënë. Jam dakord që po zvarritet është vërtet, po ajo është më minore. Domethënë paktën struktura bazë mos kishte zvarritje dhe gjërat po shkojnë
Tani KLP-ja, këta zonëtrin sa javë kanë që duan të zotërin dhe zonja? Kanë 3-4... Sa duash kanë kohë? Kanë kohë 1 muaj, tërë nëntorin, le të reflektojnë dhe të votojnë, se së është një hata e madhe, kupton se këtu është bërë të merë gjithandej. Do bëhet dhe një, po e themun, një digjimore. Po patjetër, 4. Në ditën e votimit, pse mungon kjo, le të themi, një qëndrim i opozitës për sa i përket... Sepse janë... Ata janë atemojnë komplet si... Ata e quhen organizatat kriminale, çfarë? Jo, për sa i përket zgjedhjeve që po ndodhin SPAK, do ta kishin... Po jo, ata e idhin, ata nuk e pranojnë, shikon, nuk organizatat kriminale more di. Mund të thuash kush priv të bëhet pap, kur ai thotë që Zoti s'ekziston. Se një fare. Jemi janë të kompleksuar për shkak të problemit që ka Berisha me SPAK. Mos mendo domethënë që në PD ose nga opozitarët nuk ka njerëz të cilët nuk duan domethënë që SPAK-u si strukturë, a ka mundësi domethënë të ecin sa më mirë. Vetëm Gazbardhi një pak, po pak ka pas. Pjesën tjetër pastaj nuk e njeh shumë. Ka shumë njerëz opozitarë. Një pjesë e tyre se kjo është e bukur. Ajo të cilën domethënë jo nuk bie dakord sepse mund të jetë kështu që interesi i ndërkombëtarëve amerikanë në rastin konkret mund mos jetë më korrupsioni, po paratë që vijnë nga kriminaliteti. Për mendimin tim, në Shqipëri problemi është korrupsioni dhe do mbetet korrupsioni. Në rregull, po Marsiti tha që Departamenti Amerikan Shtetit këtu është fokusuar. Ne po flasim për fakte. Ne s'po flasim për pjesën tonë ku kemi probleme ne. Patjetër. Unë po them sepse janë dakord në të dyja rastet ju tha domethënë që po fokusohet këtej nga ky drejtim. Nuk e bëj debat këtë me ju. Sepse vërtet mund të jetë kështu. Po unë po them pjesën që mendoj se duhet të jetë. Në Shqipëri, për mua, nuk është problem kriminaliteti, ky krimi organizuar. Ka qenë krimi në Shqipëri, është dhe do mbetet, ikin ca do vinë ca tjerë. Megjithatë, problem është korrupsioni. Po e bën SPAK-u këto, me shumë kollaj. Sa vetëm sa kryetar bashkie ke që janë në akuzë për këto. Sa drejtor ke. O Denis. E bën kollaj atë. Po në gjë se a pjesa tjetër është e vështirë. O Denis. Që do mbështetje. Para një jave, emisioni Plug i xhori thagma për kryetarin e bashkisë së Poliçanit. Thagma. Në çdo vend të Europës, pas një emisioni televiziv të tillë, o shkon buk kryeredaktori i emisionit, ose vihet në pranga ai zotria që është kryetar bashkie. Nuk po e them unë çfarë dha emisioni Plug. Dhe si puna atia ka jashtëzakonisht shumë. Po shumë fare. Dhe për mendimin tim korrupsioni në Shqipëri është gangrene e madhe. Shumë e madhe. Po këta nuk duan ta hetojnë. Edhe për shkak të implikimit që ka politika, se ne jemi një katund i vogël krahasuar me Europën dhe me Amerikën, dhe këtu dhe i çikës dhe bëhemi kushërinë të parë me kushërinë dytë e kushërinë tretë me të gjithë dhe kemi problem. Kurse me kriminalitetin, këtyre ishte si puna saj patates në nxehtë, u erdhin dorë dhe tani po e ftofin. I erdhi Skaje Kroçati dhe tani ata thjesht po bëjnë prokurorin nga zyra. Ta kam thënë edhe herë tjetër. Ka 10 vjet që s'del prokurorin terren në burr. Hera e fundi që pasi prokuror SPAK-u në terren ishte atë ditë kur vrasti Kalaja. Ndjeft shpirti aty ku është. Nuk dalim më rrim vetëm në kompjuter aty. Ato Skaje CC-si kanë ardhur të gjithë, ja japin atij të BKH si dishifrojnë çik pam ngren akuzën. Nuk është kjo puna e prokurorit. Ky SPAK-u, ta kam thënë edhe herë tjetër, po ma gjetë ti një hetim nga embrioni, nga e para, dhe e fundi që ta ke bët kjo SPAK, unë nuk dalë më në media më. Jo, Marsiti ka si herës tjetër një ide interesante. Marsit, që lidhet me atë krahasimin që bëre me Italinë për të provuar. Po. Dhe ja ka dalë sot SPAK të provoj lidhet e politikës me krimin, se në Shqipëri domethënë fenomeni më i rëndësishëm, po. Pse në Italia doli? Fenomeni më i rëndësishëm ky është. Doli sepse u shkatrua demokracia kristiane. Tani vjen edhe pa shumë 93-94 vetëm Kraksi u godit. Kaq. Jo, edhe Andreoti si nuk Andreoti tani si partiu. Ai shumë godit sa erdhi radha Berlusconi që të bëhesh ekonomist. Çfarë i bën Berlusconi? Jo, do ta rikuptove. Po, më fal. Ai shumë godit. Nuk është aq e thjeshtë. Po më vazhdo. Marsit, se dua ta mbaj këtu këtë se është shumë interesante, se mendoj që kjo është problematika. Avokati tha korrupsioni, po kuptoj që elita vjetër politike në Itali
i kishte krijuar lidhjet me lidhje para politika, lidhjet me institucionet financiare, me krimin, pra me organizatën mafioze Cosa Nostrës. Dhe po ashtu me kompanitë e sigurimit që kanë qenë kushërit Salbën atë kohë, sa këta i kishin konsoliduar pushtetin në lloj forme të tillë që nuk shqiteshin dot me militet politike. Nuk shqiteshin dot me militet politike, se edhe procesi Tangentopoli çfarë ishte skema e shpërndarjes së pensioneve, pra pak a shumë për ta thënë në gjuhë thjesht popullore, Andreotti i merrte votat sepse rriste pensionet për pleqë dhe për njerëzit që ishin me asistencë sociale. Dhe ti s'kishe nevojë për një vend pune, kjo e konsolidonte edhe më shumë dhe pjesa ku përcaktoi, bravo, ku përcaktoi fituesi, ishte në Italinë e Jugut, konkretisht që lidhte Napoli, ku kishte një lidhje të fortë mafia. Dhe në atë kohë demokracia kristiane funksiononte me Rrymë, dhe Rryma Andreottiani ishte Rryma që merrte më shumë vota për shkak të lidhjeve, siç e ka shprehur dhe vetë shoferi i Totorinës Balduccia Di Maggio, i cili deklaroi dhe takimin midis vet Giulio Andreotti dhe Totorinës, madje thuaj që në fund takimit është një simbol i mafiozëve ku krijojnë vllazëri që puthen edhe në buz, dhe kur Andreotti u pyet për këtë gjë, ke puthur në buz Totorinën, e kaloi me një batut. Tha që unë e vetmi njeri që puth në buz, bashkëshortja ime nuk puth njëri tjetër. Pra nuk u shpreh që ç'është kjo akuzë, ç'është ky takim dhe çan këto. Fakti i cili çoi një maksi proces dhe ajo që nuk zgjidhet me mjete politike, u zgjidhet me mjete juridike. Pra e vetmja mënyrë që mos ndodhte restaurimi i elitës vjetër politike dhe konsolidimi i saj u vendos të bëj me mjete juridike duke goditur krimin organizuar. Se edhe kjo që kanë sot synim Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është parancë. Se edhe në atë kohë sepse ata kanë kuptuar që se është ndryshe nga strategjia që ishte me Dumani. Nuk shkohet drejt te maja piramidës, duhet hiqet baza. Duke u hequr tuat e bazës, bie vetë derisa maja arrin për to. Po thua që me Dumanin dhe strategjinë që është ndjekur me Dumanin kanë gabuar, prandaj prej kokën, edhe bie vetë trupi. U pa që ajo strategji nuk eshte, sepse nuk u shkoi dot deri te kokra e gjarprit. Atëherë u vendosi strategjia të vijë nga poshtë. Po jemi në këtë po si Andreotti filloi nga deklaratat e mafiozëve. Na thuaj se kam kuriozitet. Besoj që dhe ata që na dëgjojnë kanë. Andreotti ka qenë një kryeministër i cili ka qenë 5 mandate kryeministër dhe zgjedhur 25 ministër për shkak se në varësi të rrymave atje binte shpejt qeveria ose funksionar kryeministër. Po, më fal, 7 herë. Dhe ka qenë njëri që ka dominuar jetën politike italiane deri në rënien e murit të Berlinit. Edhe mbas rënies të murit të Berlinit, hapi këtyre proceseve nuk ishte rastësi sepse ra rreziku i luftës ftohtë dhe i rrezikut rus, pra ndryshuan pikpamjet gjeopolitike dhe interesat gjeopolitike, nuk ishte më rreziku i shpërndarjes së Partisë Komuniste dhe i ndryshimit të sistemit politik, po u vendosi do merreshi me fenomenet e korrupsionit. Elita politike italiane në vitet 91-92 kishte gati 30 vite dominancë. E njëjta gjë që është sot në Shqipëri. 30 vite atëherë, 30 vite atëherë, 30 vite ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme. Dhe ajo që krijoi përshtypje ishin nuk u vendosi të krijojë një strukturë siç u krijua këtu, strukturë u krijua më pas ajo prokuroria e posaçme, po ishin dy gjyqtar, dy prokuror, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, të cilët vendosën, ne nuk do shkojmë direkt të thanë te koka e gjarprit, te maja piramidës, do i fillojmë duke ndjekur parat nga elementet kriminale më të thjeshtë, më të zakonshëm. Po, dhe di se ka filluar? E di kush janë bërë pentitët e para, ata që bërin ekzekutime të rrugëve. Dhe ai që ishte shoferi i Totorinës, Balduccia Di Maggio, njerëz që ishin të niveli siç është Nureddin Dumani, ekzekutor i thjesht. Me këta fillove domethënë që të ndërtoheshin në teqe. Atë zbërtheu ai që erdhi nga Brazili, Tommaso Buscetta, e di që kanë qenë 1200 penduar. Në rregull. Në maksi proces 1200 penduar dhe ke po ta vesh re, ke edhe filmimet që i fusin në një bunker ku zhvilloheshin ato proceset, sepse e di ku ishte problemi, në atë kohë organizata kriminale për çdo person që binte burg lidhte një pension. Pak a shumë si pension në shëmor kur ndodhen divorcat. Pra çdo familje merrte me vlerë sot me 1200 euro, sepse krye familjari ishte burg. Këta bënin organizatat kriminale. Që ai të mos fliste. Që ai mos fliste dhe ishte edhe perceptimi publik, infame që e quanin ata ose i paudhë ose spion. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që duhet të ndryshojë një perceptimi publik, pra që ai që bëj bashkëpunëtori i shtetit nuk ishte më tratame të tjerë dhe duhet të jepeshin garanci për familjet. Aktualisht për shembull ne kemi ndonjë politikë të veçantë për këta persona të cilët kemi. Ti sigurojmë kemi ta nxirr dosjen ai BKS si gjithë. Dhe çfarë ndodhi redi? Duke filluar me eksponitet kriminal shumë të zakonshëm dhe të nivelit të ulët, nga poshtë lart, çfarë ndodhi? Shkoan tek Giuseppe Calò. Giuseppe Calò ishte njeriu që lidhte bankat e Romës, familjet kriminale të Palermos dhe elitën politike të Romës.
Që nuk e kemi në Shqipëri, domethënë hetimin deri në këto nivele. Deri në këto faza dhe madje ishte edhe njeriu që negocionte midis shërbimeve sekrete dhe këtyre personazheve për interesat e tyre financiare. Një si tipi Gysa Gazi. Bravo, se do t'i bëjmë edhe do t'i bëjmë një lidhje. Po ashtu kishe personazhe siç ka qenë kryetari i Bashkisë Palermos në atë kohë, i cili njësoj si Erion Velia i dikur, paratë e mafjes dhe paratë e interesave politike ose i edhe në për leje dërtimi, me ide që do rindërtojmë qytetin, ose krijonin skema financiare për gjëra që nuk ekzistonin, njësoj se çan inceneratorët sot. Sepse paraja që të ketë fuqi do të jetë në qarkullim në treg. Vito Ciancimino e kishte emrin personazhe. Dhe kur filloi lufta, kur u godit kryebashkiaku, gjë që po ndodhe këtu, do shikojmë, do presim, a do kemi këtë jemi prak saj. Jemi në këtë trajektore po thua. Deri sot ta them unë redi çfarë po ndodh, ne kemi restauruar elitën e vjetër politike. Si e restauruam? Denis e tha, Zoti Berisha doli detyrim paraqitje.